Një tjetër polemik ka shpërthyer rreth botërorit 2026. Autoritetet e New Yorkut dhe New Jerseyt kanë nisur një hetim zyrtar ndaj FIFA-s për praktikat e shitjes së biletave të turneut më të madh të futbollit në botë. Prokuroria e përgjithshme e New Yorkut, Letitia James, dhe homologja e saj në New Jersey, Jennifer Davenport, njoftuan se kanë lëshuar një urdhër zyrtar për FIFA-n pas raportimeve dhe ankesave nga tifozët. Hetimi lidhet me 8 ndeshje që do të zhvillohen në stadiumin e New Jerseyt, përfshirë edhe finalen e madhe të 19 korrikut. Sipas autoriteteve amerikane, disa tifozë pretendojnë se nuk kanë marrë vendet për të cilat kanë paguar. Ata që kishin bler biletat të kategorisë së parë, më pranë fushës, dyshohet se janë vendosur në zona më të largëta të kategorisë së dytë. Ekspertët ligjor paralajmërojnë se nëse FIFA ka ndryshuar kategoritë e vendeve pas shitjes së biletave, kjo mund të konsiderohet praktikë mashtruese dhe shkelje e ligjeve për mbrojtjen e konsumatorit në SBA. Në fokus të hetimit janë edhe çmimet e larta të biletave, të cilat sipas autoriteteve kanë kaluar çdo rekord të mëparshëm të Kupës së Botës. Për herë të parë, FIFA po përdor sistemin e ashtuquajtur dynamic pricing, ku çmimet ndryshojnë vazhdimisht në bazë të kërkesës, popularitetit të ndeshjes dhe numrit të biletave të mbetura. Ekspertët thonë se kjo praktikë është ligjore, por vetëm nëse tifozët informohen qartë dhe me transparencë për ndryshimet e çmimeve dhe kushteve. Pas kritikave të forta nga tifozët, FIFA ka vendosur të nxjerrë në shitje një numër të kufizuar biletash me çmim rreth $60, por ato ndodhen në zonat më të larta dhe më të largëta të stadiumeve. Botërori 2026 nis më 11 qershor dhe do të organizohet nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika.